Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi edhe këtë premte së bashku këtu në emisionin frontal, ku si çdo ditë tjetër mund të njiheni me zhvillimet më të rëndësishme në vend. Edhe këtë premte në Kuvendin e Kosovës ka dështuar të konstituohet ky institucion për të 20 herë me radhë. E në lidhje me këtë çështje ne do të diskutojmë në studion e emisionit frontal me Vullnet Bugashku nga Instituti Demokratik i Kosovës. Organizohet kjo në mesin e shumë organizatave të tjera të cilat kanë reaguar dhe kanë kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës të arrijnë një marrëveshje politike për ta tejkaluar këtë ngërç i cili është shkaktuar tash e sa kohë. Ndërkësh një lidhje direkte do ta kemi me kryetarin e Zveçanit zotrin Ilir Peci, me të cilin do të flasim për 3 fshatra të cilat kanë mbetur pa ujë të pjesë. Do sillim dhe shumë informacione të tjera, mirë po fillimisht ndjekim titujt kryesor. Sërish nuk konstituohet Kuvendi i Kosovës edhe në përpjekjen e 20 nuk merr përkrahje Komisioni për votim të fshehtë. Kaja Kallas viziton veriun e vendit me helikopter, nga aty krye diplomatja e BE-s kërkon që gjyqtarët serb të kthehen në punë. Prokuroria speciale ngre akt akuzë për spionazh ndaj agentit të BIA-s, thotë se mblodhi informacione që cenojnë rendin kushtetues. Themelorja në rigjykim ja ul dënimin të akuzuarit për krime lufte në ISOG, asnjë nga palët s'ishin prezente në shpalljen e arsimit. E frontalin për sot dhe fillojmë me lajmin e fundit i cili vjen nga qeveria e Kosovës, ku zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, Arbër Vokri, është liruar nga kjo pozitë pas ditën e së premtës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka liruar sot nga detyra Vokrin për shkak të deklaratave të vazhdueshme për ndërkombëtarët. Ky vendim vjen pas deklarimeve të tij se diplomat ndërkombëtare, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, duke apostrofuar në emër shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Ivo Orav, me veprimet të tyre kanë nxitur në veri të vendit, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Ky ishte i lajmi i fundit sa i përket këtij vendimi të cilin e ka marrë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili edhe këtë premte paradite ishte pjesë e Kuvendit të Kosovës, atje ku deputetët edhe një herë tjetër dështuan që ta konstituojnë institucionin. Seanca është e re, por epilogu i saj mbetet i vjetri. Vetëse në tentativën e 20 të konstituimit të kuvendit, vëmendja nuk ishte vetëm tek kryeministri në detyrë. Kësaj radhe, syt ishin tek artistja Adriana Matoshi që erdhi me një veshje të veçantë në parlament. Kjo nuk shpëtoi pa një ngacmim nga homologja në PDK Ganimete Musliu, që ja rikujtoi se kur ishin në opozitë kishin tjetërdukje. Por përveç këtij momenti çdo gjë tjetër rrodhi ashtu siç pritej. Opozita e kaluar nuk propozoi askënd për komisionin për votim të fshehtë dhe i njëjti rrjedhimisht dështoi me vetëm 53 vota pro dhe tentimi tjetër është dielën. Kjo sipas partisë së dytë tregoi edhe një herë kryenetësinë e Albin Kurtit. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të hapim rrugë, kemi ofruar alternativat tona, mirëpo Kosova po mbahet peng e kryenetësisë Albin Kurtit. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim që të ecim tutje. Ndërkaq ftesa lëvizjes vetëvendosje tashmë nuk është për reflektim nga subjektet politike, por për presion publik ndaj tyre. Dëshira nuk është për të na sfiduar, dëshira është për të bllokuar proceset edhe për ta paraqitur Kosovën si një shtet jo funksional. Prandaj kjo duhet marrë fund. Edhe kjo pa presion publik nuk besoj që do të marrë fund. Ndërkohë, AAK-ja shtoi edhe Glauko Njusen si kandidat që do ta votonin për krye parlamentar, ndërsa LDK-ja rikonfirmoi se nuk ka vot për askënd në LVV. E në mesin e deputetëve të cilët u deklaruan si para, ashtu edhe pas përfundimit të kësaj seance në përpjekje për konstituimin e institucionit, ishte edhe deputetja e zgjedhur Duda Balje, e cila veç të tjerash ka thënë se ka marrë një ofertë jo formale për të marrë një pozitë pune në Shkup në këmbim të votës për Albulena Haxhiun si kryeparlamentare. Disa herë u takua me kryeministrin në detyrë.
por në asnjërin prej tyre Duda Balje nuk u bend që ta votoj propozimin e vetëvendosjes për krye parlamentare. Deputetja bosnjake këtë se bëri siç tha, askur përpara pati një ofertë serioze. Fjala është për një pozitë si profesoresh në universitet. Kam refuzu sepse unë nuk e njoh këto persona dhe vërtet për mua ka qenë papranueshëm. Domethënë mënyra që kanë ofruar këto, domethënë vërtet papranueshëm. Balje thot se kërkesën nuk e mori drejt për drejt nga VV, por me ndërmjetësime. Tash kanë thonë se ka mundësia për me bisedu për vendin e punës së profesorit. Nëse ju e votoni Alberina Xhionën? Po, nuk kanë thonë direkte, por... Balje përmendi se para disa vitesh kishte aplikuar për këtë pozitë në Maqedoninë e Veriut dhe I kishte përmbushur të gjitha kriteret për pranim. Për krejt këtë situatë politike cila është krijuar në Kosovë, kanë reaguar disa organizata të shoqërisë civile, të cilat thanë se kriza institucionale me bllokimin e konstituimit të kuvendit të Kosovës ka kaluar kufij dhe po e dëmton vendin. Në një reagim të përbashkët, ato u kanë bërë thirrje udhëheqësve të partive parlamentare që të marrin përgjegjësinë dhe të veprojnë menjëherë për tejkalimin e krizës politike. Ato kërkojnë tutje që të arrihet marrëveshje politike mes tyre për të tejkaluar blokadën. Organizatat kanë shprehur gatishmëri që të kontribojnë në tejkalimin e krizës, teksa theksuan se çdo vonesë më tejme kërkon llogaridhënie publike. Kriza institucionale që pasoi zgjedhjet e 9 shkurtit ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm dhe po dëmton jo vetëm kuvendin, por edhe funksionimin e gjithë sistemit demokratik dhe institucional të vendit. Qeveria aktuale, të cilës I ka përfunduar mandati, po vazhdon të veprojë pa mbikëqyrje dhe kontroll parlamentar. Situatë kjo e papranueshme për një shtet demokratik, thuhet në reagim. Tutje kanë thënë se blokada politike po e vonon dhe rrezikon edhe pranimin e fundeve nga plani I rritjes së Bashkimit Evropian. Siç duket, për shkak të këtij ngërçi politik I cili është krijuar në Kosovë, mund ta pasojnë edhe fëmijët dhe për këtë arsye kanë shprehur shqetësim koalicioni OJC-ve për të drejtat e fëmijëve, të cilët sot e kanë mbajtur një aktivitet në thirrjen me motën "Karrigët tuaja nuk vlen më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve". Në komunikatën e këtyre organizatave thuhet se qëllimi I këtij aktiviteti është të nxjisë reflektim dhe përgjegjësi institucionale të deputetëve ndaj realitetit të vështirë me të cilin përballen shumë fëmijë në Kosovë dhe nevojave të tyre. Mëtej thuhet se si pasojë e kësaj bllokade, shumë politika që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien dhe jetën e fëmijëve vazhdojnë të mbesin të pamiratuara. Tani flasim për shefen e diplomacisë evropiane Kaja Kallas, e cila sot ka qëndruar në veriun e vendit, nga ku ka folur edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mirëpo gjithashtu ka thënë se pret që gjyqtarët serb të kthehen në vendet e tyre të punës. Rrugën nga Prishtina në Mitrovicën e Veriut nuk e bëri me veturë. Përmes helikopterit, shefja diplomacisë së BE-s Kaja Kallas atëroi në qendrën e Uleksit atje, ku mbajti edhe një fjalim. Pas vizitës së ngrohtë aty, siç e quajti vet Kallas, shkoi në gjykatën themelore të këtij qyteti, ku pjesëmarrës në takim ishte edhe kreu I Këshillit Gjyqësor Albert Zogaj. Nga aty me automjet zyrtar u parkua tek ura Ibrit, fare pranë shtëpisë së Evropës në sheshin Car Lazari. Siç njoftoi Estonezia pas takimit me zyrtarët e BE-s, po e pret kthimin e gjykatësve serb në detyrat e tyre. Është e rëndësishme të jemi këtu në veri të Kosovës, sepse shohim shumë narrativa të ndryshme dhe është thelbësore të dëshmojmë vetë se çfarë po ndodh në terren dhe çfarë po thonë njerëzit. Po isha në gjykatë dhe sigurisht që gjykata po funksionon, duke pritur gjithashtu kthimin e gjyqtarëve serb. Takova dhe përfaqësuesit e shkollave këtu për të kuptuar situatën dhe për të biseduar me njerëzit për të parë me sytë e mi se çfarë po ndodh. Informimin mbi situatën në terren thotë se do e marrë vetëm nga Kfori dhe Uleksi, pasi pola kosovare dhe ajo serbe kanë dallime në deklarime.
Ne po lëvizim në për zona të ndryshme dhe kam biseduar me KFOR-in, kam folur edhe me misionin e ULEX-it për kuptuar çfarë ata shohin në terren dhe mendoj se kjo është informacion shumë i rëndësishëm për mua për të kuptuar më mirë situatën, sepse shohim që njëra palë thot një gjë tjetër, pala tjetër thot diçka tjetër, por mendoj që forcat ndërkombëtare që janë këtu po japin një pasqyrë mjaft të saktë dhe është gjithashtu e rëndësishme të flasim me njerëzit në terren në mënyrë që të shohim se çfarë mund të bëjmë më shumë, që ardhmja të jetë e begate, sigurt dhe e qetë për të gjithë në Kosovë. Pas përfundimit të vizitës në Kosovë, Kaja Kallas udhtoi për në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa ne qëndrojmë tek zhvillimet në veriun e vendit, mirë po flasim për 3 fshatra të komunës së Zveçanit, Lip, Boletin dhe Zhazh, të cilët po përballen me mungesë të ujit të peshëm, pavarësisht një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet komunës dhe kompanisë rajonale të ujësjellësit Mitrovica. Kryetari i komunës së Zveçanit, Ilir Peci, ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se kompania rajonale e ujësjellësit Mitrovica nuk po e zbaton marrëveshjen e arritur më 5 shkurt të vitit 2025, e cila sipas tij obligon ujësjellësin të furnizojë me ujë të peshëm të gjithë qytetarët e komunës, përfshirë edhe fshatrat shqiptare. Njoftojmë të gjithë qytetarët që pas shumë përpjekjeve nga ana jonë si komunë, që ta bindim ujësjellësin për t'i furnizuar me ujë të peshëm banorët e fshatrave, prapse prap ata nuk janë duke zbatuar marrëveshjen të cilën e kemi nënshkruar më datën 5 shkurt, e që e kanë obligim ligjor që të gjithë qytetarët e komunës sonë të furnizohen me ujë të peshëm, ka shkruar kryetari i komunës së Zveçanit. E gjatë emisionit frontal do të kemi mundësi që të realizojmë një lidhje direkte me vetë kryetarin e komunës së Zveçanit, i cili ka kërkuar që një çështje e tillë, pra mungesa e ujit të peshëm për banorët e 3 fshatrave në Zveçan, të trajtohet. Ndërsa ne aktualisht vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një ngjarje mjaft të rëndë e cila ka ndodhur mbrëmjen e së njëjtës, ku një 15 vjeçar është vetë aksidentuar me biçikletë në Bërnisë të Prishtinës. I mituri ka mbetur pa shenja jete në vend ngjarje, teksa ekipet mjekësore kanë konfirmuar vdekjen. Me rastin janë marrë edhe policia e Kosovës. Në rrugën që shpjepër në fshatin Bërnisë të Prishtinës, dyshohet për një vetë aksident me biçikletë. Policia me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, si dhe mjekët emergjent të cilët kanë konstatuar se viktima rreth 15 vjeç është pa shenja jete, thuhet në konfirmimin e policisë së Kosovës. Ndërsa të premtën kanë reaguar edhe nga shkolla ku i ndjeri vijoi mësimet. Në prag të përfundimit të vitit shkollor, kjo tragjedi ka tronditur mësuesit, shokët, shoqet dhe gjithë stafin e shkollës. Shembulli i Erionit si nxënës i shkëlqyer dhe djali i edukuar, le të mbetet udhërofyes për bashkëmoshatarët e tij, thuhet në reagimin e shkollës Dr. Ibrahim Rugova. Ndërsa në gjykatën themelore në Prishtinë sot u dhanë fjalët përfundimtare në rastin ku Orges Zhugolli akuzohet për vrasje në Glavnik të Podujevës. Pas më shumë se 2 vite e gjysmë gjykim, rasti i vrasjes në Glavnik të Podujevës po merr epilog. Në seancën e së premtes u dhanë fjalët përfundimtare në rastin ku Orges Zhugolli po akuzohet për vrasjen e Amir Zhegrovës. Prokurori i rastit në fjalën e tij shpjegoi se si ka ndodhur rasti, e që në bazë të provave e dëshmive kërkoi nga gjykata dënim për të akuzuarin. Ju propozojmë që të pandehurin, ta gjeni penalisht përgjes, ta shpallni fajtor dhe të shqiptoni dënim në bazë të ligjit, për të cilin dënim ju duhet të vlerësoni rrethanat rënduese konform njënit 70 paragrafi 2 Kodit Penal të Republikës së Kosovës, përkatësisht të vlerësoni shkallën e lartë të dashjes, prezencën e dhunës në kryen e veprës penale, faktin se viktima ka qenë i pambrojtur, sepse i ndjeri ishte 3 vjet më i ri se sa këtu i akuzuari. Prokurori Arben Huti pati edhe disa arsyetime shtesë për trupin gjykues. Shkallën e lartë të dëmit të shkaktuar, që është vdekja e viktimes, që përfshin dëm të ripakuperueshëm, sjelljen e viktimes pas kryerjes së veprës penale, përkatësisht arratisjen e tij dhe fshehjen e mjetit me të cilin ka shkaktuar këtë pasojë. Fjalën e prokurorit e përkrau pala dëmtuar. Mjeti shpusë këndosht më gjin, thik e modho kom, jo brisk, po e përkrau fjalën e kina. Po rrëfim krejt tjetër të kësaj ngjarje tragjike pati avokati mbrojtësit të akuzuarit Zhugolli. Kishte ndodhur një mosmarrëveshje mes 2 automjeteve, e që
nga momenti kur ndalohen, kohën reale prej 30 sekondash nga momenti kur ndalen automatet, përfundon në gjithë ngjarja dhe nga kjo pra pasojë është humbja e jetës së një njeriu dhe po ashtu siç dihet tani dëmtimi i jetës dhe karrierës së një njeriu tjetër. Avokati Naim Rodari ngriti dyshime se viktima ka pasur trajtim të pandërgjeshëm mjekësor në ÇKUK. Ne shpresojmë se i njëjti të ketë pasur gjendje të mirë, por dyshojmë shumë që gjatë trajtimit mjekësor ka pasur keq trajtim mjekësor dhe fatkeqësisht mos trajtimi i ndërgjeshëm mjekësor ka shkaktuar edhe plagë tjera. Për këto deklarata të mbrojtjes, reagoi familjari viktimës. A ki ne i deklarat tjetër shtetë në shka më të? Ta më po të ke që folë rajti. Jo, i shpa. Unë në shteti këto që ha. E në bështet për të dhe shtetë. Seanca për shpalljen e këtij aktgjykimi u caktua për javën tjetër. Ndërsa një aktgjykim tjetër është marrë në gjykatën themelore të Prishtinës, ku një serb i akuzuar për krime lufte është dënuar me 5 vite e 6 muaj burgim. Asnjë palë në procedurë nuk u paraqet në seancën ku u shpall aktgjykimi për krime lufte kundër Çaslav Jolić. Trupi gjykues aktgjykimin dënua se shpallje vetëm e përfaqësues të mediave prezente e 2 zyrtar të përkthimit. Gjyqtari Ngadnjem Arni në emër të popullit lexoi aktgjykimin ku e gjeti Jolićin fajtor për veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile. Andaj në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarin Çaslav Jolić me të dhënat personale si në procedurën e shurtimit gjyqësor, kjo gjykatë e gjen fajtor për pikën A të përshkrimit faktik të akuzës, respektivisht për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile dhe të njëjtën për këto veprime e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 5 vite e 6 muaj burgim, ku koha e kaluar nën masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar. Ndërsa jo fajtor u gjet për 2 pika tjera të aktakuzës. Lidhur me pikat B dhe C të përshkrimit faktik, kjo gjykat ka gjetur se nuk është vërtetuar se i akuzuar Çaslav Jolić ka kryer ato veprime. Gjykata, me akvedim të posaçëm të akuzuarit Çaslav Jolić, i vazhdon masën e paraburgimit derisa aktgjykimi të marrë formën e prerë, por jo më shumë se koha e dënimit shqiptuar në aktgjykim. Trupi gjykues i përbër nga Ngadnjem Arni, kryetar e 2 anëtarët Arben Hoti Lutfi Shala, njoftuan se palët kanë të drejtë për ankesë. Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat për 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtët gjykatës së apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës. Më 10 qershor të vitit të kaluar, Çaslav Jolić ishte dënuar nga gjykata e Prishtinës me dënim me burgim në kozgjatje prej 8 vjetësh, në bazë të ligjit penal të ish RSFJ-s. Gjykata e apelit e kishte kthyer rastin edhe një herë për rigjykim. Ndërsa prokuroria speciale ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë për spionazh ndaj të pandeurit Aleksandr Vlajić. Ai gjithashtu akuzohet edhe për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. I pandeuri me inicialet A.V akuzohet se nga data e pacaktuar e deri në momentin e arrestimit në cilësinë e agentit rezident ka mbledhur dhe i ka dërguar Agjencisë Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë informacione dhe dokumente të rëndësishme që cenojnë rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, si dhe jetën e zyrtarëve shtetëror dhe të qytetarëve të saj, thuhet në njoftim. E tani është koha për bisedën në studio, ku me mua sot është Vullnet Bugaqku nga KDI-ja. Mirë se veni në Frontal. Ju falenderoj për ftesën, mirë se vëgjeta. E kemi parasysh që sot për të 20 herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Si e vlerësoni një gjendje të tillë? Po, sot besoj dini që si organizat në bashkëpunim me një grup ose rrjet të organizatave tjera të shoqërisë civile, kemi lëshuar një njoftim, një komunikat ku kemi shprehur shqetësimin ton për pamundësinë e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, dhe normalisht që krejt kjo ju fatërohet të deputetëve të Kuvendit dhe partive politike parlamentare, të cilët si duket nuk e kanë edhe shumë të rëndësishme dhe nuk e kanë edhe shumë të themi ashtu si urgjence çështjen e themelimit të Kuvendit. Prandaj ne kemi përthirrje që partitë politike parlamentare dhe deputetët të arrijnë një marrëveshje politike, një konsensus me cilin do të zhbllokohet çështja e Kuvendit dhe do të arrijnë një zgjidhje me cilin do të kalojmë në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve dhe kështu rrjedhimisht në formimin e institucioneve në Kosovë. Ne vlerësojmë që kjo çështje është jashtëzakonisht e dëmshme
dhe janë ose të shkaktohen dëme të pariparueshme për shtetin e Kosovës, në veçanti si në aspektin e ndërkombëtar, pra po mendoj në kuptimin e asaj që imazhi jonë po rëndohet mjaft shumë në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu po ka të themi ashtu edhe mungesë të seriozitetit sa i përket edhe politikave të brendshme, sepse ne kemi një qeveri e cila është e pakontrolluar, e pambikëqyrur dhe si pasojë e mungesës së një kuvendi funksional dhe si pasojë një qeverie të zgjedhur nga ana e një kuvendi funksional, shteti po vazhdon të jetë me një qeveri që është në largim dhe që po ushtron të themi ashtu çdo ditë më shumë vendimarrje politike të cilat nuk po mund asasi të kontrollohen dhe mbikëqyren nga ana e kuvendit Kosovës. E qartë, e kemi parë që janë përsëritur në vazhdimsi deklarata nga të gjitha subjektet politike, duke ja lënë faj njëra tjetrës. Përkatësisht nga opozita e deri tanishme, po e akuzojnë vetëvendosjen që nuk po e propozon një emër tjetër, ndërsa vetëvendosja po e akuzon të tjerët që nuk po e procedojnë tutje këtë proces. Ku qëndron faji? Cili do duhet të ishte reagimi të gjitha subjekteve politike në mënyrë që të tejkalohet ky ngërç? Shikoni, kjo është një çështje teje serioze dhe nuk kemi ne kohë dhe luksin që të gjuajmë të themi ashtu fajet dhe të luajnë si thon lojën mes aktorëve dhe partive politike parlamentare. Por normalisht që i takon dhe është përgjegjësi e partisë së parë parlamentare e cila ka të drejtën dhe privilegjin, por edhe përgjegjësinë që të formojë dhe të bëjë përpjekje maksimale që të formojë institucionet respektivisht të gjejë një kandidaturë përshtatshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Dhe normalisht që kushtetuta u ka dhënë të drejtën e propozimit, por kjo e drejtë asesi nuk nërkompton edhe të drejtën absolute të emërimit të asaj pozite dhe domosdo të vijë nga radhët e grupit më të madh parlamentar. Prandaj ne konsiderojmë se duhet të gjendet një marrëveshje e përbashkët e partive politike parlamentare të cilat duhet të ulet dhe të bisedojnë në atë kuptimin që të gjejnë një zgjidhje dhe të votohet të paktën kandidatura e kryetarit të kuvendit. Mos harrojmë se është përfolur shumë që vendi mund të shkojë në zgjedhje, por ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje përderisa nuk arrihet konstituohet kuvendi i Kosovës, sepse sipas kushtetutës Kosovës, kuvendi duhet të jetë i konstituuar në atë mënyrë që deputetët të mund të caktojnë një seancë dhe të mbledhin në shkrimit dhe kështu me 80 vota të votojnë dhe shpërndarjen e tij. Përndryshe në këtë forme ne vetëm se po e zvarrisim dhe po qëndrojmë në një bllokat tërësisht pa kuptim dhe normalisht që tërë kjo situatë kërkon edhe përgjegjësi edhe llogari publike, prandaj edhe si organizata të shoqërisë civile sot kemi bërë thirrje që besoj që javën në vijim edhe do të aktivizohemi dhe do të kemi disa lloj aktivitete dhe performanca tona para kuvendit Kosovës, ku do të manifestojmë pakënaqësinë tonë mbi këtë gjendje të cilët e kanë shkaktuar si pasojë e një konsenzusi ose e një mungese të një konsenzusi dhe një marrëveshje politike parlamentare të gjitha partive parlamentare, sepse kjo është një gjendje tashmë shumë e rënduar. Kosova është duke u ballafaqur me një krizë të madhe të inflacionit, me rritje të çmimeve, po ashtu kemi mungesë të mbështetjes financiare të programave të ndryshme, qoftë të fondeve nga Bashkimi Evropian apo edhe të organizatave të ndryshme, dhe si rrjedhoi si pasojë e mungesës së një kuvendi i cili do të ratifikonte marrëveshjen ndërkombëtare, i cili do të ratifikonte edhe ligje të rëndësishme, atëherë ne nuk i kemi luksin dhe gatishmërinë që të veprojmë në kësaj lloji forme. Prandaj bëhet thirrje vazhdimisht të partive politike parlamentare që të arrijnë një konsensus, një marrëveshje dhe të kalohet kjo çështje. Jeni shprehur të gatshëm që si shoqëri civile ta ofroni kontributin tuaj në mënyrë që të tejkalohet kjo. Çka mund të bëjë shoqëria civile në këtë rast? Absolutisht, ne kemi theksuar që jemi të gatshëm dhe të ofrojmë një kontribut sadopak që i kemi brenda mundësive dhe kapaciteteve që i kemi si shoqëri civile, qoftë edhe të ftojmë edhe ne në dialog apo në diskutim të partitë politike, por qoftë edhe nëpërmjet metodave tona të avokimit si organizata të shoqërisë civile që punojmë në atë mënyrë që të bëjmë një farë presioni të kashi partive politike parlamentare që të gjenden sa më shpejt një zgjidhje që të kalohet kjo çështje. Cilat janë blokadat që deputetët në këtë rast po ja shkaktojnë vendit dhe rreziku që vendi të dëmtohet edhe në aspektin ekonomik duke mos e konstituuar institucione? Shiko, ne nuk po arrijmë që të përfitojmë fondet e planit të rritjes së Bashkimit Evropian si pasojë që kuvendi i Kosovës nuk është i konstituuar dhe si rrjedhoi, siç e thash edhe më herët, janë një mori e marrëveshjeve ndërkombëtare që pritet Kosova të ratifikojë në kuvendin e ri,
dhe po ashtu janë një kategori e ligjeve të ndryshme dhe shumë të rëndësishme me të cilat të pritet që të kuvendi i ri të ratifikojë dhe të miratoj në atë mënyrë që të shërbejnë për të mirën e përbashkët të gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe kur kemi mungesë të kuvendit dhe mungesë të konstituimit të tij, atëherë nuk kemi as mbikëqyrje parlamentare, as të pranim të fondeve apo dhe mbështetjes financiare. Mos harrojmë se rrethanat e reja gjeopolitike po ndryshojnë dita ditës dhe po ashtu Kosova e ka një mungesë të mbështetjes financiare qoftë të projekteve dhe fondeve, si edhe këto vendime të fundit të manifestuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëjnë mjaft nevojshme dhe serioze dhe urgjente që kuvendi të jetë i konstituar në atë mënyrë që të kemi mundësinë që marrëveshjet që na burojnë nga dialogu me Bashkimin Evropian apo dhe nga fondet e ndryshme të BE-s të kalojnë në kuvend në atë mënyrë që ato fondet ju shërbejnë qytetarëve të Kosovës. I kemi parë përpjekjet në disa prej seancave të fundit për formimin e komisionit për votim të fshat. Madje, gjykata kushtetuese dje konfirmoi se ka pranuar kërkesën e OAK-s që të shqyrtohet një çështje e tillë. Cili është qëndrimi juaj si KDI për një përpjekje të tillë, e cila po vjen nga lëvizja vetëvendosje? Shikoni, rendi i ditës i seancës konstitutive është në rend tashmë i paracaktuar. Dhe çdo tejkalim i këtij rendi ne besojmë që është sjellje jo ligjore, jo kushtetuese dhe arbitrare e manifestuar nga ana e kryesuesit të kuvendit. Dhe kjo për faktin se as kushtetuta e Kosovës, por as rregulloria e punës së kuvendit nuk i jep të drejtë dhe autorizim të kryesuesit të seancës së kuvendit, i cili krejtësisht në mënyrë të njëanshme po e administron seancën e kuvendit dhe po propozon çështje në rend të ditës, të cilat nuk i takojnë rendit të ditës së paracaktuar për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Madje, jo vetëm ky aspekt, por edhe aspekti i mbylljes së seancave në këtë formë, ne besojmë që janë mbyllje arbitrare dhe jo ligjore për faktin se në momentin nëse aprovohet themelimi i një komisioni ad hoc për votimin e fsheft, nuk duhet të mbyllet seanca pa e aprovuar pastaj edhe çështjen e votimit të hapur, sepse në Kosovë në të gjitha praktikat parlamentare sa herë që është zgjedhur kryetari i kuvendit gjithmonë është bërë me votim të hapur dhe si rrjedhoi rendi i ditës ka qenë i paracaktuar dhe është respektuar. Mos harrojmë se kryesuesi i kuvendit është aty i caktuar sipas moshës që ai ka, për shkak të një rregulle që e kemi në rregullorët të kuvendit të Kosovës dhe në kushtetut, megjithatë ai nuk ka diskrecion dhe autoritet vendimmarrës që personalisht i njëjti të diktoj sjelljen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe as më tepër të ndryshojë pikat e rendit të ditës, të cilat janë tashmë të paracaktuar nga kryesia e vjetër e seancës. Prandaj unë besoj personalisht që kërkesa e dërguar në gjykatë kushtetuese nga ana 10 deputetëve të Kuvendit është një kërkesë e drejtë dhe besoj që gjykata kushtetuese nuk duhet të qëndrojë indiferente karsi kësaj kërkese dhe besoj që duhet që në një afat sa më të shpejtë që të jap një epilog kësaj bllokade dhe këtij propozimi. Unë personalisht mendoj që kjo kërkesë ka bazë dhe ka lëndë kushtetuese për të trajtuar nga ana e gjykatës dhe shpresoj dhe besoj që gjykata kushtetuese do të vendosë në atë mënyrë që ta kthejë në binar kryesuesin e seancës konstitutive për faktin që të mos lejojë që ai vazhdimisht të përdorë këtë mekanizmin e propozimit për themelimin e një komisioni dhe kështu rrjedhimisht ia bëj të qartë që ai ka kompetencat e qarta, i ka të kufizuara dhe vetëm thjesht duhet ta zbatojë rendin e ditës, ashtu siç kërkohet sipas rregullorës së Kushtetutës së Kosovës. Sa mund të marrë kohë ky kthimi në binar, sa ka kohë kushtetuesja që ti kthej përgjigje? Sipas ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe rregullorës së saj të punës, sa herë që një kërkesë dorëzohet nga 10 deputet, ashtu siç është e parashikuar nga nini 113 paragrafi 5 i Kushtetutës së Kosovës, atëherë gjykata ka afat që jo më vonë se brenda 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës që të shqyrtojë dhe të vendosë në merita nëse kjo kërkesë është e lejuar dhe nëse është e lejuar, nëse është e bazueshme dhe në merita të konstatoj të paktën nëse veprimet e deri tanishme të kryesuesit të seancës së kuvendit janë veprime apo jo në përputhje me kushtetutën. Mos harrojmë se gjykata ka pasur mundësi edhe të vendosë edhe mas të përkohshme për këtë çështje, sepse gjitha ankesat kushtetuese që bën në kuadër të këtij neni i japin të drejtë gjykatës që të vendosë edhe të paraprakisht edhe masën e përkohshme. Por megjithatë ju takon gjyqtarëve gjykatës që ta vlerësojnë gjendjen dhe situatën konkrete. Mirëpo gjykata ka mundësi që para se të vendosë dhe para se të shpallë vendimin mund të mbajë
edhe një seancë dëgjimore, ku mund t'i ftojnë gjitha palët që janë në këtë proces që t'japin opinionin dhe mendimet e tyre publike karshi zgjidhjes së kësaj çështje dhe pas përfundimit të kësaj seance dëshimore. Para disa ditëve ka kërkuar opinionet e deputetëve se janë këto të rëndësishme që më pas të mirat një vendim i tillë. Është praktik e shfrytimit të lëndëve nga ana e gjykatës kushtetuese që çdo palë që është e përfshirë në një kontest kushtetues të themi ashtu, që t'jap një afat kohor me cilën ata japin interpretimet dhe opinionet e tyre karshi situatës së ndodhur. Dhe unë besoj që ky afat ka përfunduar me datën 19 maj dhe tashmë janë hapur gjitha mundësi që gjykata në një afat sa më shpejt ndoshta të nxjerrë një vendim dhe të publikojë. Megjithatë, bazuar në praktikën e gjykatës sonë, është praktikë gjithashtu që gjykata të shfrytojë edhe mendimet dhe opinionet e Komisionit të Venecias dhe po ashtu edhe interpretimet e gjykatave të ndryshme kushtetuese në vendet e ndryshme parlamentare, siç i kemi qoftë vendet e Bashkimit Evropian apo vendet e ndryshme të botës, dhe pasi të grumbullojë gjithë materialin, atëherë vendoset me një vendim ku do të saksohet qartë nëse ka apo jo shkelje të kushtetutës dhe rregullores së punës me vetë mënyrën se si kryesuesi i Kuvendit është duke administruar seancën e konstituimit të Kuvendit. Ju keni referuar veprimeve të zotrit Dehari në cilësinë e kryesuesit si veprime arbitrare. A ka edhe veprime të tjera të cilat po i bën ai në cilësinë e kryesuesit të cilat nuk përkojnë me rregulloren e Kuvendit të Kosovës? Shikoni, rendi i ditës në seancën konstitutive kërkon që fillimisht të formohet një komision për verifikimin e korruptit të mandateve, pastaj jepet betimi i deputetëve, jepet propozimi i grupit më të madh parlamentar për pozitën e kryetarit të Kuvendit, nëse kalon ai votim, kalohet në votimin e kryetarëve të Kuvendit dhe kështu nëse kalojnë gjitha këto propozime, atëherë konsiderohet që seanca konstitutive është e përmbyllur. Ajo që ka ndodhur deri më tani është që kryesuesi i seancës konstitutive, sidomos këto 5 apo 6 seancat e fundit, i njëjti nuk po qëndron aty ku e ka edhe detyrë dhe përgjegjësi që ta zbatoj rendin e ditës dhe rregulloren e punës së Kuvendit. Pra, siç e thash edhe në fillim, ai që po propozon dhe po fton partitë politike të japin nga një antar për themelimin e komisionit për votimin e fsheft, ai gjithashtu një anshëm po e mbyll seancën në mënyrë krejtësisht arbitrare, sepse fati i seancës konstitutive duhet theksuar para publikut që nuk varet nga interpretimi dhe sjellja e kryesuesit të Kuvendit, por varet nga vendimarrja e deputetëve në sallën e Kuvendit. Pra, seanca konstitutive të përmbyllet në atë moment kur deputetët votojnë pra një kandidature qoftë për kryetar të Kuvendit, qoftë edhe për në kryetar të Kuvendit. Dhe ne në këtë rast po e shohim që kjo gjë nuk po ndodh për faktin se ky kryesues po e pamundson të themi ashtu në mënyrë të themi ashtu të propozimin e një kandidature për kryetar të Kuvendit, për shkak se ai në mënyrë të njëanshme para se të jepet fjala partisë së parë fituese të zgjedhjeve, ai po vazhdon ta mbyll seancën dhe të caktoj seancën e radhës sipas afatit që është i parashikuar në rregulloren e punës së Kuvendit. Prandaj ne vlerësojmë që kjo sjellje e tij është e papranueshme, është sjellje jo ligjore në kundërshtim edhe me rregulloren, edhe me kushtetutën, por edhe me praktikat e mëhershme parlamentare që i kemi pasur me rastin e zgjedhjes së të kryetarit të Kuvendit, dhe si rrjedhoi ne vazhdimisht kemi bërë thirrje që kjo praktikë të ndërpritet, por megjithatë besim dhe të presim aktgjykimin ose vendimin e gjykatës kushtetuese mbi këtë çështje dhe çfarë do të jetë aktgjykimi normalisht që ai duhet respektohet. E qartë, cilat janë veprimet të cilat do duhet i ndërmenin deputetët e tjerë për shkak që kemi parasysh që nga vetvendosja në fundjavën që shkoi kërkuan që këto seanca të mbahen më rrallë. A është kjo në kundërshtim me rregulloren? Absolutisht është në kundërshtim me rregulloren e Kuvendit, të cilën rregullore kjo ose ky subjekt parlamentar dhe gjitha subjektet e tjera parlamentare në vitin 2023 e kanë miratuar vetë. Pra deputetët e këtyre partive politike parlamentare e kanë miratuar vetë një rregullore të tillë ku cakton që çdo 48 orë të mbahet seanca konstitutive sa herë që ka ndërprerje. Dhe unë mendoj që ky afat është afat shumë i rëndësishëm për faktin që nuk e lën peng, të themi ashtu, zhvillimin e seancave konstitutive dhe drejt emërimit apo zgjedhjes së kryetarit dhe në kryetarët të Kuvendit, është më shumë një falloj rregulle e cila ju bën presion deputetëve që në një afat sa më shpejt të reagojnë, të veprojnë dhe të ngjejnë një zgjidhje politike për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Çfarë do të kalimi i kësaj dispozite normalisht është shkelje ligjore, normalisht që të pradhon edhe një falloj themi ashtu pasojë juridike në kuptimin e asaj që ata kanë detyrim edhe ligjor, edhe kushtetues që ta respektojnë edhe kushtetutën, edhe rregulloren e punës së Kuvendit në atë mënyrë që ta prodhojnë një vendimarrje ku jep një rezultat dhe ai rezultat është
emërimi një kryetarit kuvendit. Me gjas këto seancat e shpeshta të cilat po mbohen në kuvendin e Kosovës, tash sa herë nuk po ju bëjmë presion partive politike, me qenë se që sa herë po prodhohet rezultati i njëjtë. Çka mund ta bëjë ndryshimin? Ndoshta duhet pritur aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për këtë çështje, ndoshta një vendim detyrues i gjykatës kushtetuese do t'i largojë këto, të themi ashtu, qëndrime të betonizuara të partive politike, karshi i zhvillimit të kësaj seance, por hapi tjetër mund të jetë edhe përsëri aktivizimi i presidentës së Kosovës, e cila unë besoj që nuk duhet mjaftohet vetëm me një takim konsultativ. Unë besoj që roli i saj është më tepër dinamik dhe aktiv karshi të përmbushjes së mandatit të saj kushtetues, dhe mund pritet që edhe presidenti përsëri të aktivizohet dhe të ftojë qoftë ndarazi të gjitha partitë politike parlamentare, qoftë edhe në një takim të përbashkët ku do të shohim mundësinë dhe përpjekjen që këto subjekte politike të ulën edhe një herë dhe të gjejnë një zgjidhje, një modalitet ose një marrëveshje politike me cilën do t'i jepë zgjidhje kësaj situate, qoftë duke marrë vesh për të shkuar në zgjedhje pasi të mbrojtë kryetari i kuvendit dhe në kryetarit, apo qoftë edhe për të u dakorduar për të gjetur një kandidat të përshtatshëm i cili do ta zhbllonte punën e kuvendit të Kosovës. A mund na tregoni se si e keni pa rolin e presidentës Vjosa Osmani deri në momentin që po flasim? Ai ka shfrytzuar mjaftueshëm kompetencat e saj në mënyrë që të bëjë përpjekje për tejkalimin e kësaj situate, apo ka qenë ai takimi të cilin e ka mbajtur me përfaqësues me liderët e partive politike më shumë formal? Spari përgjigjja e saj që i ktheu asaj letrës së dërguar nga ana e kryesuesit të seancës së kuvendit, ka qenë tërësisht përgjigje, do thotë, kushtetuese dhe në përputhje me mandatin e saj, po ashtu edhe ftesa që ka bërë partive politike parlamentare që të ulin dhe të diskutojnë me të gjendjen e një zgjidhje për kalimin e këtij ngërshit. Unë mendoj që si presidente me kushtetues është garantuese e funksionimit demokratik të institucioneve, është gjithashtu garantuese e funksionimit të kushtetues të institucioneve, dhe e njëjta asesi nuk duhet qëndroj indiferente. Mendoj që ka qenë një hap i mirë dhe pozitiv fakti që ajo ka ushtruar rolin dhe mandatin e saj që t'i ftoj krerët e partive politike parlamentare që të diskutojnë mbi mënyrën se si të arrihet kjo zgjidhje. Megjithatë, mekanizmi ose të themi ashtu mandati dhe kompetencat e saj janë të qarta. Ajo në base duhet provojë edhe disa herë që të ftoj partitë politike që të gjendet një marrëveshje politike për këtë çështje, dhe në base edhe të shikojë edhe mundësitë që si opsion i fundit ose si një falloj mjeti i fundit që të shfrytoj mundësinë ndoshta ligjërisht ta provoj mundësinë e dërgimit të çështjes në gjykatë kushtetuese në atë mënyrë që të pyetet gjykata nëse kjo e drejtë e propozimit nga ana e grupit më të madh parlamentar ku nuk ka shumicë parlamentare, a është e drejtë e pakufishme, e përhershme, dhe a është një e drejtë absolute në kuptimin e asaj që vetëm subjekti i parë fitues i zgjedhjeve në këtë rast si grupi më i madh parlamentar mundet që të betonizohet atë mos ripropozoj emrat të tjerë për kryetarët e kuvendit, apo ekziston mundësia që gjykatës t'i kërkohet një standard ku në rast se më shumë se 3 herë një kandidaturë nuk merr votat e mjaftueshme, atëherë të ndërrohet emri i kandidatit apo edhe të shikohet mundësia që të ndërrohet edhe çështja e propozimit. Këtë rast, nëse partia fituese e zgjedhjet dështon që të formojë shumicë parlamentare, atëherë gjykata lehtësisht mund vendosë një standard ku thotë që të themi kushtimisht nëse më shumë se 3 herë një kandidaturë nuk kalon, atëherë konsumohet edhe drejta e propozimit si grup më i madh parlamentar, por mund të konsiderohet që është konsumuar edhe e drejta e asaj kandidature që të votohet përsëri në kuvend. Të gjitha këto opsione po e krijojnë përshtypjen se do të jetë goxha një rrugë e gjatë drejt konstituimit të kuvendit të Kosovës, cili është dëmi që po i shkaktohet vendit, i përmendet edhe fundët e Bashkimit Evropian, si do të absojnë qytetarët? Shiko, nuk është e hishmet për neve si shtet i ri që jemi dhe si demokraci parlamentare në zhvillim e sipër që të provojmë kaq shpesh zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe të dështojmë në mënyrë kaq shpesh, pra të mos arrijmë që të votojmë një kandidaturë për kryetar të kuvendit. Unë nuk di në praktikat e ndryshme të vendeve, qoftë të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve të ndryshme në botë që provohet kaq shpesh dhe kaq shumë zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe dështohet të themi ashtu në një mënyrë shumë flagrante. Prandaj dëmi është shumë i madh për imazhin e shtetit të Kosovës, e po ashtu dëmi është i madh edhe për ekonominë e vendit, edhe për arsimin, edhe për drejtsinë. Mos harrojmë se ne kemi një mori ligjesh të pakos reformën drejtësi, kemi amandamentet e vettingut që presin votimin në kuvend. Pra,
dëmi është shumë i madh dhe është i pariparueshëm si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin politik, dhe kjo normalisht që do t'i kushtojë Kosovës, dhe kjo normalisht që e shprefash dhe e paraqet shtetin e Kosovës si një shtet jo serioz, i cili nuk ka aftësi dhe kapacitete që të paktën të themelojë një institucion, në këtë rast të zgjedh një kryetar të kuvendit, dhe prandaj që vazhdimisht ne kërkojmë që këto parti politike parlamentare të reflektojnë dhe të gjejnë një mundësi të bashkëpunimit, qoftë duke arritur një marrëveshje politike, qoftë një konsensus të përbashkët që kalohet kjo çështje. Nga opozita i kanë përmendur disa emra të mundshëm, të cilët do të ishin të pranueshëm për kryetar të kuvendit të Kosovës. Madje sot nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se edhe emri i kryetarit të kuvendit të deri tanishëm Glau Konjuca është i pranueshëm dhe do ta votonin. Pse po heziton lëvizja vetëvendosje të propozojë një emër tjetër? Unë besoj që ata problemin e kanë të sigurimi i numrave për formimin e qeverisë. Prandaj edhe mbase kur të sigurojnë që e kanë të garantuar të themi ashtu me shumë se 61 numra ose 61 vota në kuvend, atëherë edhe lehtësisht edhe mund mbase edhe të propozojnë një kandidat tjetër për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, e mbase edhe mund të propozojnë që procedura e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit të kalohet përsëri në procedurë të hapur. Dhe në pamundësi që të arrijnë një marrëveshje politike që ua garanton të themi ashtu votimin e kryeministrit, prandaj ata edhe janë betonizuar kërshi një kandidature, dhe kjo si një falloj kërcënimi politik, unë mendoj më shumë, për partitë politike parlamentare që nuk do të ndrojmë qëndrim të kërshi zgjedhjes së kryetarit të kuvendit përderisa ju nuk na e votoni neve propozimin tonë që ne kemi. Megjithatë, kushtetuta është ajo që është, dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2014 e ka theksuar faktin që e drejta e propozimit i takon grupit më të madh parlamentar, por unë e shoh si vullnet mirë të partive të tjera politike parlamentare që qoftë edhe në mënyrë publike t'i bëjnë ftesë të partisë fituese të zgjedhjeve që të ndryshojë kandidaturën në atë mënyrë që të zhbllokohet situata e kuvendit, por megjithatë ata kanë vlerësuar që kjo çështje ju takon si e drejtë vetëm atyre dhe se ata e kanë kështu si të drejtë absolute se kënd e propozojnë për kryetar kuvendit dhe rrjedhimisht nuk kanë leverdin ndoshta edhe të ndrojnë kandidaturën në këtë moment kur me gjasë dhe nuk i kanë numrat të mjaftueshme. Po, në njëra anë po flasim për marrëveshje politike dhe sa është e rëndësishme ajo në mënyrë që të procedohet tutje për formimin e institucioneve. Në anën tjetër kemi disa qëndrime nga kreu i lëvizjes vetëvendosje zotri Kurti, i cili në vazhdimsi është duke sulmuar subjektet e tjera politike me deklarata. Çka nënkupton kjo? Nënkupton që faktikisht nuk ka gatishmëria për të tentuar për të arritur një marrëveshje politike krahas disa veprimeve të cilat i kanë ndërmarrë. Shikoni, nuk mundesh në njërin anë të kërkosh konsensus dhe të kërkosh mbështetje parlamentare, të kërkosh madje edhe koalicione të përshtatshme siç i kanë propozuar këta, do thotë lëvizja vetëvendosje ka propozuar ose ka dhënë ka dërguar letra të themi ashtu karshi LDK-s dhe partisë së nismes, e në anën tjetër eksponentë e saj vazhdimisht nëpër media dhe në publik atakojnë figurat e ndryshme të këtyre partive politike parlamentare, po mbase këta janë të pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve të dalura nga data 9 shkurt dhe mbase kërkojnë që nëpërmjet kësaj lufte ose këtyre deklarimeve të zvaritit edhe më shumë kohë dhe të mos arrijë një marrëveshje politike, në atë kuptime që kanë edhe interes mbase që vendin ta dërgojnë përsëri në zgjedhje dikur në zgjedhje lokale apo dikur në vitin e ardhshëm kur vjen koha e zgjedhjes së presidentit të Kosovës, megjithatë janë të pakuptimta këto sjellje dhe sinqerisht janë edhe paksa edhe absurde sepse një parti shtatformuese e cila e merr besimin e qytetarëve për të qeverisur me vendin, normalisht që edhe deklarimet edhe sjelljet politike duhet të ketë mjaft të matura dhe duhet të ketë në atë formë që të afrojë dhe të parafrojë qëndrimet e saj me ndonjë subjekt politik me cilin lehtësisht do të mund të arrinte një marrëveshje politike dhe për të qeverisur, por edhe për të themeluar gjitha institucionet e Kosovës. Një institucion si qeveria e Kosovës të funksionojë pa mbikëqyrje nga ana e deputetëve. Çka nënkupton kjo për punën të cilën është duke e bërë qeveria? Para disa ditëve patëm edhe një raport ku përmenden disa shkelje ligjore të cilat po bëhen në përmbledhje, gjë e cila u kundërshtua nga ana e qeverisë. Shikoni, tek ne është duke ndodhur një absurditet i madh i ushtrimit të funksionit, unë them në mënyrë të dyfisht dhe njëkohësisht nga ata zyrtarë të cilët paraditet qëndrojnë në parlament dhe votojnë si antar të kuvendit, qoftë një komision për themelimin ose për votimin e fshehtë dhe pas ditë kthehen në zyrë dhe nxjerrin vendime për emërime të bordeve ose edhe të pozitat të larta shtetërore.
të gjitha këto vendime, unë besoj, dhe këto veprime janë kundërshtim edhe me kushtetutën, edhe me ligjin për qeverinë, por madje unë vlerësoj që kanë edhe pasoja administrative dhe penale për këta persona, sepse juridikisht nuk mundesh, sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë, që të mbash ose që të qëndrosh në një pozitë ku i edhe antar i ekzekutivit edhe i antar i legislativit. Prandaj janë veprime tërësisht antiligjore, antikushtetuese dhe normalisht që në të ardhmen ndaj këtyre të personave mund të sjellin edhe pasoja qoftë edhe penale për faktin se konflikti i interesit si vepër është vepër penale dhe nesër herë do kur një hetues apo një prokuror i shtetit edhe mund të ndërmarrë veprime hetimore ka shi këtyre veprimeve. Prandaj këta zyrtarë do duheshin një ditë sipas ligjit në fuqi, një ditë para certifikimit të zgjedhjeve të jepnin dorëheqjen nga pozita e antarit të ekzekutivit dhe kështu të lënonin vendet e tyre për ata antarë të cilët janë zëvendës e tyre dhe rrjedhimisht kjo gjë nuk ka ndodhur dhe fatkeqësisht unë besoj që kjo është një situatë tetë absurde dhe kundërshtim edhe me ligjin edhe me kushtetutën e Kosovës dhe sjellje e papranueshme, sepse në një demokraci të mirëfillt asnjë zyrtar i shtetit e din fort mirë që nuk mund njëkohësisht të qëndrojë në dy funksione publike. Pra edhe kushtetuta e Kosovës e ka atje një dispozitë e cila ndalon ushtrimin e funksionit në mënyrë të dyfisht, ku qartësisht thuhet që antari i legjislativit nuk mund të jetë njëkohësisht edhe antari i ekzekutivit dhe anasjelltas antari i ekzekutivit të jetë edhe antari i legjislativit. Pozicionet e emëruara në kohët e fundit si në Ministrinë e Kulturës, si në Ministrinë e Financave, ashtu edhe në ministrit e tjera, normalisht janë vendime tërësisht jo ligjore dhe unë shpresoj që palët e interesit, ata që janë të afektuar nga ato vendime, mund të ankimojnë ato sepse edhe lehtësisht çdo gjykatë besoj që ato edhe mund t'i rrezojë. E qartë. Në krejt këtë situatë, kur flasim për ekzekutivin, kemi parë disa deklarata një ditë më parë të zëvendës ministrit në detyrë Arbër Vokri, sulme ndaj ndërkombëtarëve. Se shihni një qëndrim të tillë, po ashtu edhe veprimin e zotrit Kurti, i cili sot e liroi nga detyra zotrin Vokri. E para ato në deklarimet që realisht janë edhe skandaloze, për faktin se një qeveri e cila është e brishtë, themi ashtu edhe një qeveri e cila nuk është që ka kurrë dhe shumë suksese në arenën ndërkombëtare, nuk është që shteti i Kosovës ka arritur që për këto 4 vite të antarësohet qoftë në Këshillin e Evropës, qoftë në Bashkimin Evropian apo në organizata të tjera, nuk i lejohet asnjë zyrtari të saj që ta sulmoj ose ta gjej faktorin tek bashkia ndërkombëtare për gjendjen e veriut të Kosovës. Prandaj edhe veprimi i sotëm, sadoqë unë besoj që nuk është kryeministri i Kosovës tashmë i autorizuar në kuptimin juridik ligjor, sepse ai tashmë është kryeministër në largim, por ka momentin që ka dhënë betimin si deputet, ai sipas rregullave dhe kushtetutës së Kosovës është vetëm deputet i Kuvendit të Kosovës dhe nuk duhet të qëndrojë në atë pozicion. Megjithatë është ndërmarrë si është ndërmarrë ky veprim dhe normalisht që çdo pushtetar ose themi ashtu çdo person që mban funksion hierarkin në këtë rast do të vojë të vepron të njëjtë për faktin se kjo është një deklaratë që i lëndon shumë dhe mjaft rënd të themi ashtu raportet e Kosovës ka shit partnerëve tonë ndërkombëtar, edhe pse ne edhe ashtu i kemi të lënduar dhe i kemi raporte jo të mira. Kjo edhe është manifestuar këto 4 vitet e fundit ku Kosova është përjashtuar të themi ashtu dhe është një shtet që ende është nën sanksione ndërkombëtare, nën sanksionet e Bashkimit Evropian. Prandaj edhe nuk na u dashur neve një sjellje e tillë sepse kjo janë një mesazh të keq edhe për partnerët tonë ndërkombëtar, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U tha se masat e Bashkimit Evropian megjithatë kanë filluar që të largohen gradualisht. Produkt apo rezultati punës së kujt është kjo? Unë mendoj që është më shumë rezultati punës dhe aktivizimit të presidentes së Kosovës në arenën e jashtme. Pra ne jemi dëshmitarë që presidentja e Kosovës kohën e fundit është duke luajtur një rol dhe është duke e pasur një aktivitet goxha të ngjeshur dhe qoftë në për pjesëmarrje në forumet të ndryshme ndërkombëtare, qoftë në takime bilaterale që i ka me shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Mendoj që mbase edhe më tepër kjo merit i takon presidentës së Kosovës sesa angazhimit dhe aktiviteteve dhe punës që ka bërë qeveria e tanishme e Republikës Kosovës. E qartë. Kur jemi te presidentja, keni reaguar për dërgimin e ligjit për Këshillin Prokurorial për dekretim të presidentja? Po, kemi pasur një reagim për faktin që ka pasur hezitime të themi ashtu që sekretaria e Kuvendit ta përcjell ligjin për dekretim dhe ta shpall
për dekretim nga ana e Presidentes së Republikës së Kosovës dhe kjo është bërë sipas disa interpretimeve që kemi dëgjuar që pa u zgjedhur kryetari i kuvendit ligji nuk mund të shkojë të përcjellet në presidencë. Prandaj edhe kemi dhënë qëndrimin tonë në atë kuptimin që Kushtetuta e Kosovës nuk kërkon që autoriteti formal i kryetarit kuvendit të vendosë mbi hyrjen apo jo në fuqitë e një ligji. Sipas legjislacionit tonë, fuqi është presidenti i shtetit ai që në mënyrë kështu të themi ashtu përfundimtare i jep vullin e fundit shpalljes së një ligji dhe të publikimit të tij në gazetën zyrtare. Madje kjo ka qenë edhe kërkesë e gjykatës tonë kushtetuese, ku në një pjesë të vendimit të saj, të themi ashtu, është dhënë një urdhër në kuptimin juridik që ligji në fjalë pasi e kaloi filtrin kushtetues të dërgohet presidentes për shpallje. Dhe nuk është fare më rëndësi cili akter e dërgon, apo është kryetari apo sekretariati i kuvendit të Kosovës, është më rëndësi që kjo kërkesë e gjykatës kushtetuese më në fund u zbatua, sepse ka pasur paksa zvarritje, të themi ashtu, dhe dilema dhe brenda vet administratës së kuvendit se si të veprohet me tutje, por megjithatë unë kam përshëndetur hyrjen ose të publikimin e këtij ligji dhe së shpejti ligji në fjalë do të hyjë në fuqi, sepse unë besoj që me ndryshimet e reja që janë aplikuar në këtë projekt ligj do të jemi dëshmitar të një farë reforme të thellë në sistemin prokuror të Kosovës, ku do të afektohet jo vetëm përbërja e Këshillit Prokuror të Kosovës, por edhe vetë mandati dhe funksioni i këtij këshilli. E qartë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë emisionit Frontal sot. Ju falenderoj juve, ishte kënaqësi. Ndërsa ne shikues të nderuar, vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një problem me të cilin po përballet tash sa ditë komuna e Prishtinës. Pikërisht për këtë çështje, punëtorët e kompanisë pastrimi kanë vazhduar edhe sot grevën, mirë po nuk kanë psuar pa u gjëbitur. Kushtet për punë ju mungojnë andaj për grevë u munduan të sigurojnë vetë. Qindra punëtorë të kompanisë pastrimit të Premton u mblodhën sërish në oborin e komunës, po këtë herë vendosën edhe një tende karrige që ta vazhdonin grevën që nisën të njëjtën. E pranë tyre në rrugë të parkuar po rrinin edhe kamionët që bartnin disa nga kërkesat. Përfaqësuesi i tyre shpenqosja përsëriti edhe një herë ato. Bazike edhe nuk ka diçka lëmuar ose kurrë diçka tjetër përpas të cilat kërkojmë drejtat tonë, pagesën që kena kryer shërbim dhe një kontratë bazike të cilat na mundson që të dalim prej kësaj krize financiare dhe të vazhdojmë punën. Qosja tha se presin që të ftohen në takim nga përfaqësuesit e komunës. Po presim tani që të ftohem nga zyrtarët e komunës dhe të bisedojna për pikat tona dhe kushtet tona. Përfaqësuesit e punëtorëve të pastrimit hyn brenda për një takim që mbajt pa praninë e mediave, ndërkohë ende s'u bë e ditur nëse është arritur një marrëveshje. Gjatë së premtës, policia ka gjobitur kamionët që po qëndrojnë në rrugë. E me këtë informacion ne po e përfundojmë emisionin Frontal për sot. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me mua gjatë këtyre ditëve. Mirëmbëjtje.